Malësohet e shqiptar janë njohur historikisht për besën, kanunin dhe qëndresën ndaj pushtuesve. Jeta shoqërore zhvillohej kryesisht në odat e kullave, ku merrnishin vendime të rëndësishme për familjen dhe fisin. Krahas ashpërsisë dhe jetës së vështirë malore, ata shprehin edhe ndjeshmërinë e tyre shpirtërore përmes lahutës, një vegël muzikore e pranishme pothuajse në çdo odë, që përcillte histori trimërie, ngjarje të jetës dhe kujtesën kolektive të brezave. Një tel i vetëm, mira rrëfime, kujtesa dhe shpirti i malësisë, arti i lashtë i tingullit, rapsodit dhe skalitjes, që rre në zemrën e kombit. Lahuta shqiptare në UNESCO, trashëgimi botërore e njerëzimit. Lahuta sot është pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale të mbrojtur nga UNESCO, një vlerësim që i jep rëndësi të veçantë ruajtjes së kësaj tradite shkollore. Në Tropoj, kjo trashëgimi vazhdon të mbahet gjatë nga lahutar si Ram Dollapi, i cili i bie lahutës që për vitit 1980. Unë njeva një gzim të jashtëzakonshëm si Ram. Për arsye unë e qynë të dhetën i bie lahutës. Këta e kam të trashëguar nga baba, edhe e kam me pasion. Unë e plus lahutës, jë marrë dhe me këcim, jë marrë dhe me kangë, jë marrë dhe me instrumenta sharki, qifteli, artë dhe lahuta. Lahuta më lindi dhe më thonë që e mora, pavarësisht se i rajsha si piknisje, e mora në vitin të 10 me në somnin e Pukës, në Malëzi. Aty e kom marrë për herë parë, aty e kom kënu për herë parë në skenë me lahut, aty e masanej kom kënu edhe në Tiranë, në Gjirokastër, këtu kem bo edhe përkëcimin, ka bo tekstet Skënder Hakla, edhe për lahutën dhe më thonë e bonja dhe që dash. Kështu që jam shumë i gëzuar edhe faleminderes atyne që kontribuar që e futen në UNESCO. 73 vjeçari Ram Dollapi tregon se lahuta nuk është thjesht një instrument, por një mënyrë për të rrëfyer historinë dhe shpirtin e malësorit. Fillimi si instrument, malësori ka përdor gjethen, fletën i thunë, fletën e dushkit. Atë ka lahuta, atë ka fylli që e përdor Alia. Dhe kanë ardhur atëre vegla tjera muzikore, çiftelia, metela, domethënë sharkia, edhe instrumenta tjerë që bashkohor që ato. Po kjo është tradicionalisht e Malësisë Gjakovës, e Mirdicës, e zonës Mirë Shkodrës, e Lerës, edhe rrafshit Dukazhinit të Kosovës. Sot ai po përpiqet t'ia transmetojë këtë trashëgimi brezit të ri, duke ia mësuar lahutën mbesës së tij Ermelës, e cila është edhe një valltare e talentuar. Po t'jala unë e kësaj në bile pak të në lahutën si trashëgimri. A po e ka qef? Po e ka pasion. Shurna, kalu tash harkun në dorën e tij. Unë herash po tash çikën. Shumë qef kam kur e shikoj gjyshin duke i ranë. Mendoj që kjo lahut nuk du të me lanë pas dorë. Tani du të me i përkushtu më shumë vëmendje, përderisa është futur në UNESCO, për mos me lanë pas dorë si të moshuarit, si dhe në të rinjt. Megjithatë, sipas lahutarit Ram Dollapi, tashmë është e domosdoshme që institucionet kulturore ta kenë lahutën prioritet kryesor në politikat e ruajtjes dhe promovimit të saj. Lahutën duhet ta majmë, duhet të kontribuë duke pa parasysh edhe nga Ministria e Kulturës të kenë sponsorizime dhe këtu u bani sesion shkencor në Shkodër dhe u la si detyrë muzikantave, drejtorëve të pallateve që në bashkëpunim me bashkitë të bëhen një klasë
tradicionale dhe të vetë në prioritet lahuta. Përfshirja e lahutës së shqiptar në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s erdhi si rezultati një procesi të gjatë kërkimor i udhëhequr nga një grup studiuesish të trashëgimisë kulturore. Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar Amerikan për Zhvillim në kuadër të marrëveshjes për hartimin e dosjeve të trashëgimisë jo materiale shpirtërore ndihmoi në futjen e lahutës në UNESCO.